shoqe, shok, edhe fëmijët e mi, edhe dy nusët e mi janë. Faleminderit që jemi pranuar sot në këtë ditë. Kjo është një ditë e veçantë sa Maneti tim shoqi. Kjo ditë ishte ndarë dhe unë desha ta ktheja, por kur të ecur para ai më tha kalon në sy dhe të bësh gjëra të tilla. Unë nuk jam shkrimtare, më pëlqen të shkruaj, bie thjesht disa fotogra nga jeta të njerëzve që vuajnë gjënime, por dhe atyre jashtë. Të gjithë jemi të barabartë në të botë, të gjithë kemi shpirt. Gabojmë, vuajmë, dashurojmë. Kështu që unë merr jo ka bariera në shoqëri, në këtë sallë për shembull ka miq, ka intelektual, por ka dhe disa një pjesë e vogël janë familjarët atyre që dhe unë jam krenare sot, që ka shoqërisë time janë dhe ata prindër që janë zvaritur sporteleve të burgut për të mos braktisur fëmijët e tyre. Unë kam rënguar gjithmonë, por të thonë atyre që mos e braktisni fëmijët në gabimin e parë, se në qoftë se do t'i braktisin atë ditë, ata kanë humbur fëmijët e tyre në pafundësi. Një dëshmi penaliteti ose kanë quajtur kur një që do t'i bjerë vlera atij njeriu se ka një dëshmi penaliteti, përkundrazi jam kundra dëshmisë penaliteti që ta vjen një të ri ka pasati sa herë kërkoj vend pune, ti kërkoj dëshmi penaliteti që mund të ketë bërë gjë shumë e bukur, mund të ketë bërë një aksident automobilistik, apo diçka ordinere, edhe ai e marr në gjithjetën atë dëshmi penalitetin në policë. Por mua nuk ka bler fare dëshmi penaliteti, ka integrimi i të shoqërisë, të shoqërinë e mirë që ai vazhdon. Desha të falenderoj nga zemra që juve lasë kohën dhe jeni pranë meje sot këtu, që më ndërruat dhe më respektuat në ardhjen tuaj.